Në këtë edicion do të ndiqni. Muslimanët edhe në Kosovë kremtuan festën e Fitër Bajramit, festë kjo që vjen pas agjërimit të muajit Ramazanit. Edhe në Gjakov, besimtarët kremtuan këtë festë dhe uruan njëri tjetrin për begati, paqe, tolerancë dhe solidaritet. Kosova vazhdon të jetë vendi i vetëm në Evropë i cili nuk ka nënshkruar kontratë për blerjen e dozave të vaksinave anti-Covid. Kosovarët deri më tani janë imunizuar me dozat e pranuara, donacion nga Bashkimi Evropian dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë. Rënja e të infektuarve me koronavirus në nivel vendi ka ndikuar që edhe në spitalin e përgjithshëm Isa Greza në Gjakov të bie numri i personave që kërkojnë hospitalizim. Aktualisht në spital po trajtohen 28 pacient për COVID-19. Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin e lajmeve qendrore. Muslimanët edhe në Kosovë kremtuan festën e Fitër Bajramit, festë kjo që vjen pas agjërimit të muajit Ramazanit për shkak të pandemisë të krijuar nga COVID-19. Edhe këtë vit është hequr dorë nga ceremonia e manifestimit tradicional të kësaj feste. Në xhamitë e Kosovës nuk ishte ceremoni të zakonshme, por u fal vetëm namazi i Bajramit. Në këtë ditë u dhanë mesazhe për tolerancë e solidaritet, por edhe kujdes ndaj pandemisë COVID-19. Miftiu i Kosovës Naim Tërnava tha se po shënojnë festën e Fitër Bajramit, e cila ngërthen në vete përkushtimin ndaj krijuesit të gjithësisë, të cilin besimtarët me bindje e përkushtim e dëshmuan gjatë tërë muajit të Ramazanit. Festa e Fitër Bajramit kultivon në formën më të mirë ndjesinë e mirëkuptimit, tolerancës, harmonisë, respektit e bujarisë, vlerat këto që fisnikrojnë individin e shoqërisë. Kjo festë madhore paraqet në momentet që të shërbejnë për të njohur veten, për të mësuar drejt misionin tonë e për të ruajtur ekuilibrin mes shpirtërorës përballë materiales. Tërnava apeloi të gjithë që ta ruajnë shëndetin e tyre dhe të tjerëve pasi pandemia ende është në mesin tonë. Ne sot kemi festë dhe bashkërisht kemi për të shijuar festën e madhe të Fitër Bajramit. Por të dashur vëllezër, duhet të kemi kujdes dhe të jemi të vëmendshëm se virusi ende është në mesin tonë. Andaj apeloj tek ju që ta ruani shëndetin tuaj dhe ta ruani njëri tjetrin. Ju ftoj që të bëni kujdes edhe me vizita tradicionale të Bajramit. Ai shtoi se do ta ruajnë karakterin e festës, do të jenë pa njëri tjetrin, por edhe do të kenë kujdes sepse rreziku nga pandemia ende nuk ka kaluar. Përndryshe, Bashkësia Islame e Kosovës për shkak të pandemisë nuk ka organizuar as pritje në këtë institucion. Festa e Fitër Bajramit shënon fundin e agjërimit një muajsh në të cilën besimtarët demonstruan sakrificën dhe shpirtin solidar duke dhuruar diçka nga vetja për nevojtarët. Edhe në Gjakov, besimtarët kremtuan këtë festë dhe uruan njëri tjetrin për paqe, begati, tolerancë dhe solidaritet. Pas plot një muaj sakrifice, lutjesh e adhurimi ndaj Zotit, besimtarët musliman kremtuan festën e Fitër Bajramit. Manifestimi qendror në Gjakov u mbajt në xhaminë e Adumagës. Manifestimi filloi në orën 5:53 me thirrjen e ezanit të faljes së namazit të Bajramit. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Dihet se xhamit në tërë vendin u hapen vetëm 10 minuta para faljes, pasi që besimtarët duhet të falnin namazin e sabahut në shtëpi. E pas faljes në këtë institucion fetar u mbajt ligjërat kushtuar kësaj feste. Në këtë ditë u dhanë mesazhe për tolerancë e solidaritet, por edhe kujdes ndaj pandemisë COVID-19. Faljen e namazit e udhëhoqi imami i xhamisë Safet Efendi Hoxha. Në hutben e tij, imami uroi që kjo festë të shërbej për më shumë mirësi, dashuri në të mirë të shoqërisë, kombit dhe gjithë njerëzimit, po ashtu apeloi tek besimtarët për kujdes ndaj njëri tjetrit. Ju preferoj të mbar besimtarëve që të largohen vizitave të afërta me njëri tjetrin edhe kur të përshëndeten nga largësia, në mënyrë që mos na ndodhë diçka pas një valë tjetër e epidemisë. Në këtë fest afrohen zemrat, harrohen urrëtiet, njerëzit shtrin dorën e pajtimit, ripërtrihen lidhjet shoqërore njerëzore me sinqeritet dhe dashuri. Edhe ato familje të cilët kanë humbur anëtarët e tyre, qoftë në vitet e kaluara apo si vjet,
inshallah i Madhi Zot u ngazllën zemrat e tyre në shpirtat që ata të kenë sot festë, edhe ata të cilët kanë ndonjë breng tjetër nga jeta, varfëria apo diçka tjetër, inshallah i Madhi Zot sot edhe ata dhe bamirësia e besimtarëve ju kanë ndihmuar që të gjithë të gëzojmë sot një festë e cila është e rrallë në vit. Xhamia ishte e mbushur me qytetarë të cilët erdhën për të falur namazin e kësaj feste, përfshirë edhe oborri i kësaj xhamie, por duke ndjekur rregullat kundër përhapjes së virusit me maska dhe distancë. Besimtarët thanë se pandemia ishte një barrierë në kremtin e kësaj feste, por se duhet të gjejmë forcë që edhe në këto rrethana ta urojmë njëri tjetrin me zemrën plot e me shpresën se së shpejti do ta tejkalojmë pandeminë. Nuk është festimi sikur vitet e tjera, është më i zbet. Mirë po, faleminderes për popullit, për besimtarëve, prapë kanë gjetë mundësinë dhe e kanë festuar sikur herë e tjera, por në numër shumë më të vogël. Përpara s'kemi mujtë në xhami me net, po kemi po edhe në obor, edhe në korridore. Mirë po, duke u bazuar tash për shkak të kësaj pandemie, i kemi reduktuar këto vizitat, këto falje. Këshilli i Bashkësisë Islame në Gjakov të gjithë besimtarëve u auroi festën e Fitër Bajramit, duke e lutur Zotin që t'i ketë pranuar agjërimin dhe lutjet e tyre për begati, mirësi, paqe e qetësi. Me rastin e festës së Fitër Bajramit, presidentja e vendit Vjosa Osmani ka uruar besimtarët duke thënë se esenca e kësaj feste është solidariteti ndaj të gjithë së bashku. Duhet të bëjmë të pamundurën që ta mbajmë gjallë traditën tonë të këtij virtyti. Ta kemi besimin e fuqishëm se në Bajramin tjetër do ta kemi mundësinë të japim kuptim kremtës me prezencë fizike të afërmit e miqt. Ta demonstrojmë harmoninë dhe bashkëjetesën në një shoqëri solidare, ka shkruar Osmani. Edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka uruar Fitër Bajramin duke thënë se mbarësia kësaj dite le të vullos besimin se çdo herë mund të japim më shumë se sa që marrim. Në mesin e begative të festës së Bajramit le të kujtojmë kufizimet e përjetuara gjatë Ramazanit, ashtu që reflektimet nga ky muaj të na shoqërojnë përgjatë gjithë vitit. Në këtë ditë të festës le të shumëfishojmë lumturinë, duke ndarë më të tjerët, duke uruar me të mirat për njëri tjetrin dhe duke u kujdesur për shëndetin e njëri tjetrit. Qofshin zemrat tuaja gjithmonë burim shprese. Qoftë kjo festë gëzim për të gjithë, ka shkruar Kurti. Kosova vazhdon të jetë vendi i vetëm në Evropë i cili nuk ka nënshkruar kontratë për blerjen e dozave të vaksinave anti-Covid. Kosovarët deri më tani janë imunizuar me dozat e pranuara donacion nga Bashkimi Evropian dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë. Por përkundër kësaj, në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se tashmë janë në proces të lidhjes së kontratës, madje sipas tyre me disa prej kompanive janë edhe drejt finalizimit. Kosova vazhdon të jetë vendi i vetëm në Evropë i cili nuk ka nënshkruar kontratë për blerjen e dozave të vaksinave anti-Covid. Kosovarët deri më tani janë imunizuar me dozat e pranuara donacion nga Bashkimi Evropian dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë. Por përkundër kësaj në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se tashmë janë në proces të lidhjes së kontratës, madje sipas tyre me disa prej kompanive janë edhe drejt finalizimit. Kritika karshi qeverisë për mos nënshkrim të kontratës ka adresuar antari i Komisionit Parlamentar për Shëndetësi Bekim Haxhiu. Deputeti i PDK-s thotë se në këtë ritëm të vaksinimit Kosovës do i duhen 10 vite e gjysmë që të përfundojë procesi i imunizimit karshi koronavirusit. Prej atyre deklarimeve se shumë shpejt, ama shumë shpejt do të ketë kontratë vaksinimeve, nuk ka ende. Kjo është shumë shqetësuese sepse në Kosovë deri më tani vaksinat të cilat kanë arritur janë vetëm donacion të Covaxit dhe të Bashkimit Evropian dhe qeveria Kurti ende nuk ka arritur me siguru një kontratë dhe është e vetmja qeveri në Evropë e cila nuk ka kontratë për furnizim me vaksinat dhe kjo është shumë shqetësuese sepse mungesa e vaksinimit është rrezikim i shëndetit dhe jetës së qytetarëve. Çdo ditë e humbur në vaksinim është jetë e humbur për qytetarët. Gazetari për shëndetësi, Bujar Vitia, thotë se Ministria e Shëndetësisë nuk ka asnjë arsye për mosblerje të dozave të vaksinave anti-Covid, pasi tashmë ekziston buxhet i ndarë dhe legjislacion i rregulluar. Konsideroj që është bërë shumë vonë tani për të dhënë arsyetime për sigurimin e vaksinave. Buxheti është i ndarë, legjislacioni është rregulluar, nuk ka më asnjë arsye për asnjë vonesë. Qoftë Pfizer, qoftë AstraZeneca, qoftë vaksina tjera të cilat mund të importohen në Kosovë,
nuk ka asnjë arsyetim për t'i vonuar. Për vlerën e vaksinave COVID-19 dhe për nevojat e tyre që lidhen me menaxhimin e pandemisë, qeveria e Kosovës ka ndarë 40 milion euro. Vazhdojmë edicionin me informacione nga Gjakova. Rënja e të infektuarve me koronavirus në nivel vendi ka ndikuar që edhe në spitalin e përgjithshëm Isa Grezda të bien numri i personave që kërkojnë hospitalizim. Sipas raportit të 24 orëve të fundit, thuhet se gjithsej janë 28 pacient që po trajtohen për COVID-19 dhe se gjendja e tyre shëndetësore është e mirë. Në qytetin e Gjakovës dukshëm ka rënë numri i rasteve pozitive me COVID-19. Sipas raportit të Spitalit të Përgjithshëm Isa Grezda, aktualisht në këtë institucion shëndetësor po trajtohen 28 pacient për koronavirus. Prej tyre pozitiv rezultojnë 14 pacient, ndërsa negativ janë 12 pacient. Kurse me oksigjenoterapi janë duke u trajtuar gjithsej 12 pacient, ndërsa me CPAP mask është vetëm 1 pacient. Spitali ka në dispozicion për COVID-19 gjithsej 135 shtretër, prej të cilëve në shfrytëzim janë 28, kurse 107 shtretër janë të lirë. Në këtë raport po ashtu theksohet nga stafi mjekësor përfshirë mjek dhe infermier nuk ka asnjë të infektuar. Tutje në raport thuhet se nuk ka asnjë pacient nga Shqipëria që po trajtohet në Spitalin e Gjakovës. Bazuar në raportin e fundit nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, në nivel vendi janë gjithsej 113 raste pozitive, kurse dëshëruar janë gjithsej 316 persona. Ndër të tjera, IKSHP dhe profesionistët shëndetësor apelojnë të qytetarët për kujdes të shtuar dhe respektim të masave mbrojtëse që parandalojnë përhapjen e virusit. Në vazhdim të ndjekim grafikën e parashikimit të motit për ditët në vijim. Para se të ndajemi, të ndjekim edhe një herë disa nga informacionet kryesore të këtij edicioni. Muslimanët edhe në Kosovë kremtuan festën e Fitër Bajramit, festë kjo që vjen pas agjërimit të muajit të Ramazanit. Edhe në Gjakovë, besimtarët kremtuan këtë festë dhe uruan njëri tjetrin për begati, paqe, tolerancë dhe solidaritet. Kosova vazhdon të jetë vendi vetëm në Evropë i cili nuk ka nënshkruar kontratë për blerjen e dozave të vaksinave anti-Covid. Kosovarët deri më tani janë imunizuar me dozat e pranuara donacion nga Bashkimi Evropian dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë. Rënja e të infektuarve me koronavirus në nivel vendi ka ndikuar që edhe në Spitalin e Përgjithshëm Isa Grezda në Gjakovë të bie numri i personave që kërkojnë hospitalizim. Aktualisht në spital po trajtohen 28 pacient për COVID-19. Kret në fund në emër të televizionit Syri, të gjithë besimtarëve musliman gëzuar Fitër Bajramin me urimet më të përzemërta, paqit, shëndet, begati e gëzime gjithmonë në familjet tuaja. Solidariteti dhe dashuria që karakterizojnë këtë fest, uroj të jenë vlerat të përhershme të shoqërisë dhe mbar njerëzimit. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Për më shumë informacione na ndiqni edhe në portalin syribizvision.tv. Mirupafshim.